Po fat ditë se ka zgjedh. Ha? Ku ditë se ka zgjedh? Ti ku ditë se ka zgjedh? A ke vetë ditë se atë që ndaj? A ke fol? Na është edhe foli, ku ditë? Mënyra që dha Hallon dash edhe pak fat, se shkon në shol, në çesh aty. Edhe pora ke fata? Kjo edhe pora ke fata? Golla por. Kur e dha porën fat, kush e tha? Kush pe thot porën fat? Çysh e fat? Çizi Hallon ti ta thash më herët, ju shmall aty e dha gol. Çysh fat? Kush po thot fat? Çysh me fat kur gjuan gol? Çysh fat? Kush po thot gjuan gol? Ha? Pse fat gol aty? Pse si më shënë me ditë ku ke për tjerë, po më shënë në qysh? Pse zgjedhësh aty, ha? Qysh? Po Ku ditë se ka zgjedh? Ha? Ku ditë se ka zgjedh? Ti ku ditë se ka zgjedh? A ke vetë ditë se atë që ndaj? A ke fol? Na është edhe foli, ku ditë? Ku ditë ta foli atë? Na është edhe foli. Tash i lej natin. Ke goditje me të plotën, edhe nuk ishte një top i plasuar ato që bën Messi apo Olise. Ishte topi ka futbollistë edhe me të plotën. Pse po kanë fat po i kuptoj. Jo, kishte elemente fat. Është edhe fat. Është edhe fat. Pesë herë të prend fjalën. Kërkoj falje, kërkoj falje. Kjo punë këtyre më duket tani se e puna e Rushës madhe, pastaj vetëm diçka lëvizi. E zvogluan e kanë fjalën punën e fatit. Nëse dueli sportiv, po pra këtë po thoja. Po. Dueli sportiv kësaj radhe, dueli botror, është një ndër emisionet që e ndjek më shumti. Debatet midis dy panelistëve, respektivisht Lecit edhe Farukut, për cilët kam shumë respekt, shpesher ngelen me pikpyetje si puna e peshkut sot, si puna e fatit po sot. Dje kam ndjekur emisionin me shumë vëmendje dhe e pash debatin mes dy panelistëve për kombëtaren me lojën më të shpejtë. Si ngeli debatin nxehtë. Debatin nxehtë. Po, Valer, kanë pas mu informu gjatë ditës sot, edhe tash mi shpalos në emision me Sharu, kush faktorët kombëtarja më shpejt. Qysh? Pyetja ka qartë. Pyetja s'është për mua, A pesët futboll të shpejt të dy lojë që letën sot? A pat futboll të shpejt sot? Jo, pyetja ishte si ngeli si përfundim, cila është kombëtarja me lojën më të shpejtë në këtë botror? Për mendimin Kush e ka po Meksikën. Kush e ka po? Unë që më po Meksikën, unë që më po Gjelun. Valoni, e ka po pranë emisionin. Kush e ka po pyetjen këtë fillim? Kush e ka po? Tani, unë sot po e bëj pyetjen. Natonel, ç'është e mirë të kështu Lëviza nuk më që ka thonë Meksika është kombëtarja që luan futbollin më shpejt. Ja, kështu që ti harron se ti s'mon mend shumë. Ti problem. I mësh me shkruan budolla. Ja, ki probleme, po nëse shkruaj pra. Unë shkruaj. Shkruaj pra, mos dhe çerkus kështu. Jo, mos e ka vetë për lojë. Kush ta ve? Si na kontu kështu lojë, nuk ka vetë Meksika. Rezultat. Ja, s'm ka. Te rezultati. Ja, po nëse apo. Kush fiton nuk ka thonë. Unë kam arsyet e mia. Unë kam arsyet e mia pse Meksika mund me fituar. O ti ke harruar. Ti ke harruar domethënë si kon kësaj hiç. E nëse s'mon më shkruaj pra. Ku jam kon unë? Po s'ka ka kon këtu. Se s'pëdin çka kana bë. Ti po thojnë akun të këtu analizi për Meksikën. Që s'është bëj Po më na thon në emision. Ja, Te rezultati. Ja, në emisionin akon se në malsin akon. Po s'na kon të këtu lojë, po kon të ndej për lojë.